Pas më shumë se 72 orësh është përmbyllur i gjithë procesi i numërimit të votave të 11 majit në qarkun e Shkodrës. Pas ditën e së mërkurës është numëruar edhe vota e fundit preferenciale për kandidatët në qark, ndërsa kandidati më i votuar pa përfshirë votat e diasporës është zyrtarisht Bars Pahia me 9414 vota, ndërsa e dyta më e votuara është Edona Bilali me 8815 vota. Se i takon Partisë Demokratike, pas Pahis është rënditur Tet Kopliku me 6148 vota dhe Gentian Doi me 3883 vota. Në listën e hapur të Partisë Socialiste pas Bilalit, me diferencë të ngushtë votash rënditet Shkëlqim Sterkaj me 8351 vota, ndërsa në vend të tretë rënditet Frog Gjini me 2758 vota. Për Socialdemokratët e drejtuar nga Tom Doshi, më i votuari në Shkodër u shpall Besnik Brahimi me 3484 vota, i dyti Shkurt Lasku me 2590 vota, ndërsa i treti Giuliano Marku me 1813 vota. Sipas këtij rezultati, Bars Pahia do të jetë mandati 5 i demokratëve në parlamentin e ardhshëm. I gjithë procesi në tërësi u zhvillua i qetë dhe pa asnjë problematik.